Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar falendrojmë vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi sonte në takimin e radhës dhe me lejen e Allahut xhallahu ala do të vazhdojmë me komentin e surës Al-Ikhlas. Kemi thënë se kjo sure madhështore, kjo sure e cila në aspektin e formulimit është nga suret më të shkurtra të Kuranit, po në aspektin përmbajtësor është sure e cila zë hapësirën e 1/3 së Kuranit. Kjo sure ka prezencë të madhe në jetën e besimtarit, qoftë në mëngjesin e tij, qoftë në mesditën e tij, në akshamin e tij, në natën e tij, në gjumin e tij e kështu me radhë. Një sure me këtë hapësirë kaq të madhe në Kur'an, edhe me prezencë kaq të shpesh në jetën e besimtarit, padyshim se meriton një trajtim me të vërtetë serioz dhe me vëmendje. Trajtimin e kësaj sure kemi ndarë në 2 pjesë. Pjesën e parë kemi përfunduar në takimin e kaluar dhe kemi thënë se trajtimi i parë është trajtimi i kuptimeve që dalin nga kjo sure. Do të në tërësinë e kësaj sure ka kuptime të rëndësishme që na mësojnë për besimin tonë, në veçantë për Allahun te barekuhu teala. Andaj përmes kuptimeve që kemi marrë në dersën e kaluar, jemi munduar të japim përgjigje pyetjes kush është Allahu, kush është Zoti jonë. Ndërsa sot me lejen e Allahut xhallahu ala do të vazhdojmë me surën Al-Ikhlas, por tashmë me fjalët e kësaj sure, jo me kuptimet e kësaj sure. Në kuptimet janë tërësia e surës, ndërsa ne sot do të vazhdojmë me tash njësitë e kësaj sure, fjalë për fjalë të kësaj sure. Dhe padyshim se të gjitha këto që do t'i marrim sot me lejen e Allahut të mënduar, realisht i shërbejnë edhe argumentimit, por edhe fuqizimit të kuptimit të asaj që kemi marrë në takimin e kaluar. Të nderuar vëllezër, sura Al-Ikhlas është sura e cila na edukon që përmes njohjes së Allahut ta madhrojmë Allahun te barekuhu teala. Madhrimi i Allahut xhallahu ala është nga shtyllat elementare e besimit të drejtë në Allahun xhallahu xhelaluhu. Prandaj që besimi i tij nuk e shpihen në madhrim të Allahut te barekuhu teala, ka defekt ose në kuptimin e besimit ose në njësitë e besimit. Nga se ka grupacione dhe fraksione të ndryshme që kanë dalë pas pejgamberit alayhi salatu wasalam, që realisht kanë folë për Allahun te barekuhu teala, janë mundu me shpërfaq kuptimin për Zotin xhallahu ala, por kuptimi i cili nuk e ushqen zemrën dashni për Zotin, nuk e ushqen zemrën madhnim për Allahun te barekuhu teala. Prandaj sa ka pas nga ata që kanë mohu cilësitë e Allahut te barekuhu teala, kanë mohu emrat e Allahut xhalla xhelaluhu, kanë në debate të caktuara të pa edukat, pa hishme për Allahun xhallahu ala, dhe padyshim se një qasje e tij ka shi besimit, nuk ka mundësi me ushqy zemrën madhnim. Nuk ka mundësi me mbush zemrën dashni për Allahun te barekuhu teala. Prandaj qasja e kësaj sure në besimin te Allahut është garantues që zemra mbushet madhnim për Allahun te barekuhu teala. Prandaj edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam shpeshher e ka këndu këtë sure, i ka mësuar sahabët. Dhe rrëdhëmisht për kësaj shohim qysh e ka madhnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahun te barekuhu teala. Onsare ka pas tendenca ndoshta qoftë edhe parafërsisht me e krahasu me Allahun xhallahu ala, ka reagu shpejt pejgamberi alayhi salatu wasalam. Për të regu se çdo tendencë për me i bë Allahut krahasim me diken, me i bë shok, është rënimi i besimit. E ka madhnu Allahun te barekuhu teala edhe në përmendjen e tij, edhe në besimin e tij, në adhurimin e tij, edhe në çdo tendencë për njëllosje të këtij besimi. Dhe ata që kanë trashëguar këtë rrugë të pejgamberit alayhis sunna wal jamaa kanë vazhduar me të njëjtin kuptim të trashëguar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe me të njëjtin ndikim
jo në kuptim nivelit, në kuptim të përmbajtjes, madhnimi Allah xhallahu ala. Kush e ka madhnu Allahun më shumë se dietarët tanë, se ulemat e ehli sunnetit. Madhnim edhe kur kanë folë për te, edhe kur kanë shkruar për te, edhe kur e kanë mbrojt, madje edhe madhrimi i cili është përkthy në adhurimin e tyre, në përmendjen e Allahu xhallahu ala kështu me radhë. Prandaj kjo sure është me të vërtetë burim i madhnimit të Allahut te barekuhu teala. Është udhërrëfyes i madhnimit dhe dashurisë ndaj Allahut te barekuhu teala. Andaj jo rastësisht është përmend rasti i sahabiu i cili e ka këndu shpesh surën El-Ikhlas, madje e ka këndu në çdo namaz, në çdo rekat, ka këndu surën Fatiha, ka këndu diçka nga Kurani, para se me ranë në ruku, ka këndu surën El-Ikhlas, e ka shku në ruku. Sa që shokët e tij ka thonë, tepër, për këndon çdo herë surën El-Ikhlas, ka menu se diçka nuk ka rregull. Kur e lanku tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe i dërguari alayhi salatu wasallam ka pyet pse po bën kët, ka thonë e dua këtë sure nga se në të është Sifatur Rahman. Këtu flitet për Allahun xhallahu ala, andaj e du shumë këtë sure. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ty Allahu don pse ti e don këtë sure. Dhe kjo sure të bën me dashur Allahun xhallahu ala. Dhe kjo është ndërmjet ajo që duhet gjithmonë të jetë njësi matëse për besimin e drejtë. Shpeshherë ne ndalemi në gjysmë të rrugës. Testi për besimin e drejtë matet në bazë të teorisë, rregullave të caktuara. Normal, rregullat janë me rëndësi. Është me rëndësi çdo parim i besimit. Mirë, po jo mund ndal këtu dhe pastaj nga ky pozicion me shiku kush është i devijuar e kush i udhëzuar. Vazhdo tutje, mos u nal të vazhdo tutje. Mbush e zëm madhnim, ndikim të këtij besimi. Pastaj vin tutje, pastaj ato çështjet e gjykimit apo ndarjeve apo pozicionimeve e tjera. Kështu që jo rëllëgjim që na themi me plot gojë se pasojmë në besimin ton të para tonë, jemi ehli sunne wal jamaa, mirë po krejt çka mund të na bën të tillë është aspekti tekstual. Tekstualisht besojmë njëjtë, por në kuptim përmbajtësor të ndikimit është e njëjtë. Besoj që se stipendeve ka një përgjigje jo të këndshme dhe jo të mirë. Prandaj duhet kjo sure na vetëdijson edhe për përmbajtjen e besimit, edhe për kuptimet e besimit, por edhe për ndikimin e besimit në zemrat tona. Qysh do të më ndiku besimi? Kur thuhet Allah, kur thuhet Ahad, El-Ahad, Es-Samad, to emra që janë përmendur në këtë sure, madje emri Allahut El-Ahad edhe Es-Samad veç në surën Ikhlas janë përmendur. Dhe nuk është çështje e rëndëmt, nuk duhet tek ashtu me e kalu. Këta emra kaq të mëdhaj që realisht e rënojnë, sikur se kemi thënë, këta kemi e kaluar. Të gjitha dilemat që sillen rreth besimit në Allahun xhallahu ala, këta tre emra i rënojnë. Emri Allah, El-Ahad edhe Samad. Çdo dilemë, këta tre emra rënojnë. Këta tre emra janë si lloj mbrojtës të besimit në Allahun xhallahu ala. Çdo tendencë për të deformuar, për të devijuar besimin në Allahun xhallahu ala, realisht rënohet, goditet nga këta tre emra. Nuk është çështje e rëndëmt dhe e zakonshme trajtimi i kësaj sureje. Prandaj kryesisht komente kësaj sure do ta bëjmë inshallah edhe përmes një komente jo të detajzuar, po s'pakun përputhje me përmbajtjen e surës të këtyre emrave të Allahut që janë përmendur në këtë sure. Ka së rresh në këtë sure s'ka çka flet më shumë as më pak se për emrat e Allahut xhabarak taala. Nga se këtu veç emrat e Allahut ka. Allah Samad, Ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Këtu këtë emrat e Allahut xhallahu ala, s'ka diçka tjetër. E surja El-Ikhlas është sura e emrave dhe cilësive të Allahut te barekuhu taala. Kështu që do të fokusohemi te kjo çështje, por jo me komentin e emrit të Allahut nga prejardhja, nga kuptimi gjysor, kështu më radh sikur se kemi bërë në ligjëratat, ta njohim Allahun. Për me kuptu më detajisht emrin e Allahut El-Ahad apo Es-Samad, ju rekomandoj që t'i ktheheni librit ta njohim Allahun apo ligjëratave që flasin për këtë temë. Apo çka do të qoftë tjetër ku është fol për Allahun te bareke u taala. Kjo sure ka filluar me fjalën kul, dhe kemi thënë takimin e kaluar se fjala kul është urdhën i Allahut te bareke u taala
për të thënë diçka, dhe që në kupton se ne muslimant edukojmë në frymën e nismës së kësaj sure, që kur flasim me rekomandim hynor. Ne nuk flasim e nuk kemi mbështetje në shpallje. Kul, thuaj, atë që ka Allahu po të mëson. Thuaj publikisht. Çka me thonë? Kul huwa Allah. Ai është Allahu. Për të thënë këtë publikisht të ndërvëzër, për të shpërfaq këtë besim si duhet, çka duhet me pas një besimtar? A mund të bën këtë çdo kush që duhet? Jo, nuk mundet. Për me qunë vend këtë qëtë allot kul, duhesh t'i kesh parasysh 3 gjëra më rëndësi. E para, çështja e parë është ta njësh Allahun te bareku teala. Nëse nuk e një çka kime thonë. Nëse nuk e një çka kime thonë. E dyta, të kesh krenari dhe guxim mjaftueshëm që të thua këtë. Dhe pastaj ti jesh i bindur në atë çka thua. Mund të njësh, ti jesh i bindur dhe ta bësh me krenari, pa hezitim dhe pa asnjë lloj kompleksi që të bën mundi inferior karshi bindjeve dhe kuptimeve të kësaj sure. Thuaj. Shikoj njerëz sa çka thojnë. Nuk hezitojnë publikisht të flasin, domthon, fjalë nga më pa lidhje të mundshme, nga më pa turshme të mundshme, se kanë gale. Sa njerë i shikojnë, kush i shikon, kush i përcjell, s'është më rëndësi. Dhe ata pa asnjë turp flasin, shajnë, ofendojnë e kështu me radhë. Ndërsa ne a duhet betemi të heshtur? Jo, nuk po flas që ne tash të futemi në debate, diskutime, jo kështu, larg asaj. Këtë kategori dhe të ngjashme duhet injoruar në esencë. Mirë po, thuaj kush është Allahu yt me bindjet e tua, me veprat e tua, me sjelljet e tua, me kontributin tënd, me lidhjen tonë mes vete. Kul huwa Allah. Kush është Allahu yt? Le të flet vepra para gjuhës. Le të flet kontributi para ligjërimit. Le të flet bindja para deklarimit e kështu me radhë. Dhe kjo është ajo që na ka mësuar Allahu me kul huwa Allah. Dhe hyrja në këtë sure të ndërvëllezër, shikoni, vetvetiu në hyrjen e saj realisht na bën që të futemi në këtë sure nga porta e madhështisë dhe madhrimit të Allahut te bareku teala. Nëse krejt emnat që kanë ardhur në surën Al-Ikhlas realisht vijnë nga emri Allah. Emri Allah është emri më i madh i Allahut te bareku teala. Madje sipas shumicës së dietarëve është pikërisht ai emri i cili ka thënë për te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse robi e lut Allahun me këtë emër, Allahu i përgjigjet. Në esencë është çështo. Pa mund të ketë ndonjë emër tjetër të madh gjithashtu, më të madh se emri Allah në situatë caktuara, mund të ketë. Mund të ketë, sikur se ka thënë dietari i njohur Sadi rahimullah, thotë lutja Allahu xhalla xhelaluhu me emrin të caktuar në situata të caktuara, nuk kupton se e ke përdorur emrin më të madh të Allahu xhalla xhelaluhu. Çka do të thonë kjo? Kur ti kërkon falje, thosh ja Ghaffar, ighfirli, ja Ghafur, ighfirli. E thirr Allahun me emrin e falësit për me të falë, që është emri më i madh i Allahut për falje. Pastaj Ar-Razzaq është emri më i madh i Allahut për furnizim, e kështu me radhë. E pse emri Allah është emri më i madh? Për shkak se emri Allah është emri i adhurimit. E adhurimi është çështja më e madhe, andaj edhe emri Allah është emri më i madh. Për këtë arsye, lidhen kërkesat me emrin të Allahut te bareku teala. Dhe kur Allah thot kul huwa Allah, shiko, nuk thot për shembull drejt Allah, po huwa. Fjala huwa është për emër. Ai është. Nuk është emër. Prandaj ata që thonë hu, domethënë nuk e thrasin Allahun te bareku teala. Ai është për emër i Allahut. Ai, çka ai? Kush është ai? Thuaj, ai është Allahu. E pastaj vazhdo tutje, çka po don me kët? Prandaj nuk ka kuptim madje edhe vetëm Allah me thonë, s'ka kuptim. Nëse Allahu çka tha në Kur'an? Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allahu ka emrat e bukur, luteni me ato emra. Nuk unal Allahu te bareku teala te fjala vetëm emrat e bukur. Allah është emri i bukur. Mirë, çka të bëjmë? Lutem me atë. Kërko diçka. Prandaj emrat e Allahut duhet me njoft, janë të bukur dhe duhet me i përdorur në lutje. Po ta përsëritësh
vazhdimisht emri Allahut, pa kërkesë, pa lutje është e pa kuptimit dhe pa bazë. Nuk themi ja Gafur, ja Gafur, ja Gafur. Çka? Ja Gafur ighfirli. O falës më fal, e kështu me radhë. Nuk ka askund hadith pejgamberit alayhis salam në Kur'an që Allahu xhallahu ala e ka përmend me një rresht në emrin ti dhe në fund pikë, s'ka kuptim. Madje as praktika e pejgamberit nuk ka qenë kështu. Po ka ja hayyu ya qayyum, o ti i gjallë dhe që mban gjithçka, çka? Bi rahmetika astaghithu. Kërkoj që të më ndihmosh me mëshirën tone. Ka kërkesë. Nga se kështu është ajeti. Allah i ka me të bukur, fad'uhu biha, luteni me të, përdoni këte emna në lutje, në edukim, në forcim besimit, e kështu më radhë. Ndë Allah tha, kul huwa Allahu ahad. Thuaj, aj është Allahu. Pse ka ardhur aj? Ndërsa Allahu është prezent me dijen e tij, me dëgjimin e tij, me shikimin e gjithkund. Për emri i vetës së tij aj nuk kupton dikë që nuk ka prezent. E këtu ka ardhur hu Allah. Pse ka ardhur në vetën e tretë, nuk ka ardhur në një vetë që nuk kupton vetën e dytë për shembull, ent Allah, që ka vende tjera. Këtu nuk është për treguar mungesën, po në gjuhën arabe të ndërlozën parametrat të disa lloje. E paramri huwa këtu është i thonë arabisht damiru sha'n, paramri që tregon pozitën, jo mungesën. Nganjëherë me disa paramra tregohet prezencë ose mungesa, ndërsa nganjëherë me disa paramra tregohet pozita. Shembull i kësaj është edhe fillimi i surës Al-Baqara. Allahu xhallahu ala çka tha? Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fi. Dhalika është paramër që tregon për larg. Apo ndërsa për afër është hadha. Hadha është afër, dhalika është larg. E pse kur e ka përmend Kurani ka përmend paramën të largësisë? Kur Kurani është afër, do të më kon afër. E ka përmend jo për shkak të distancës, por për shkak të pozicës. Dhalika, aja që na mbi gjithë neve, autoriteti suprem dhe shpallja që nuk negociohet as para zirat i qasëm është dhalika al-kitab, ky libër. Ana është përmend edhe këtu, kul huwa, për emrin që tregon e përsin, pozitën dhe lartësinë e Allahu xhallahu ala, e jo çështën prezencës ose mos prezencës. Dhe që ky kuptim në fillim t'ja me kuptu se, domethënë me çfarë qasje madhështore kemi hyrje në sure për të njohur kush është Allahu te barekuta, kush është Zoti jonë. E pastaj emri Allah. Emri Allah ka shumë me fol për të. Me që është fol për këtë dhe flasim vazhdimisht për emrin Allah, unë dua që fokusin në ders tjetë tek pjesa e mbetur e emrave dhe e cilësive të Allahu xhallahu ala, që është El-Ahad edhe që është Es-Samad. Nëse emri Allah realisht i përmbledh këtë emrat. Edhe për këtë arsye Allahu xhallahu ala çka thot? Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu al-Malik al-Qudus. Huwa Allah. Ai është Allahu i cili është al-Malik al-Qudus, emrat e tij tutje. Pastaj inna Allaha Ghafurur Rahim. Allahu është Ghafurur Rahim. Edhe Allah dhe Ghafur janë emra. Por pothuajse emri Allah është më i veçantë që pastaj i atribuohen edhe emrat e tjerë të bukur të Allahut te barekuhu teala. Sikur të jetë emri Allah, domthonë një emër më i përvetshëm për Allahun xhallahu ala se sa emrat e tjerë. Dhe emri Allah është baza, është esenca. Dhe është kërkesa e Zotit ndaj njerëzve e fshehur, madje jo vetëm e fshehur, por e përmbledhur në emrin Allah. Çka Allahu kërkon nga njerëzit është e përmbledhur në emrin Allah. Nëse një emrin Allah i një dy gjëra më rëndësi, obligimet e tua ndaj Allahut te barekuhu teala, i një dhe e një gjithashtu kush është Zoti që ti ato e adhuron. Prandaj edhe njohuria për Zotin xhallahu ala ka përmes emrit Allah, që realisht emri Allah të jetë një shtytës dhe një motivues i njohjes Allahut te barekuhu teala. E pastaj Allahu tha kul huwa Allahu ahad. Çka është el-ahad? El-ahad të ndërlozur është emri Allahut xhallahu ala, i cili është përmend në surën Al-Ikhlas. Zakonisht përmenden
në trajtimin e emrave të Allahut xhallahu ala nganjëherë 2 emra ose 3 emra për një herë. Për shkak të një ngjashmërie të madhe që kanë mes veti dhe dallimeve pastaj eventuale. Për shembull emri Allahut Ghafur edhe Ghaffar nuk janë gjitha kuptimet njëjtë, por në shumicë të kuptimeve janë të njëjtë. Me emrin e Allahut El-Ahad, cili emër zakonisht shkon? El-Wahid ul-Ahad. El-Wahid edhe El-Ahad. Emri Allahut El-Wahid në Kur'an ka ardhur Wahid ul-Qahhar. Wahid edhe El-Ahad. Të dy emra tregojnë njëshmërinë e Allahut xhallahu ala. Mirë po kanë dallim mes vete. Wahid është numër rëndor që mas t'i vjen 2, 3, 4. Mirë, kur themi Allah është el-Wahid, a ka mas t'i tani i dytja? Jo. Ku e dallimi? El-Wahid të ndërruazër nuk kupton, ai është një i pandryshueshëm. Qysht ka thonë se është, çashtu mbetet një, nuk ndryshon. Na, a jemi 1, 2, 3, 4, na, si njëri ti, qysh jeti? Ti si një? Kur je smut, je 1, kur je shnash, je 2. Kur ki mundësi, je 3, kur s'ki mundësi, je 4. Na jena 5 a 6, si në 1. Njëri është i tillë. Kur është i dopt, ndryshe është, kur është i fort, ndryshe është. Jo që kuptim negativ, po edhe kuptim të ndryshimit normal, zakonshëm se njëri është i dopt. E Allahu është el-Wahid, ai ndron. As nuk ndron premtimi i tij, e as nuk ndron fjala e tij, ç'kjo është el-Wahid. E kuptim të kësaj të vjen 2, 3, 4. Këtë ju tjerë që tani adhurojnë pas Allahu xhallahu ala, kur s'mund të jenë në gjendje të njëjtë, ata ndrojnë. Nëse janë njerëz vdesin, nëse janë skulptura tretën, prishën, thehen, se kanë një gjendje konstante. Nërsa Allahu xhallahu ala nuk ndryshon. La yubaddalu al-qawlu ladayya. Te ona nuk ndron fjala një. Ka thonë Allahu xhalla xhelalu se ka me i shpërli bamirësit dhe besimtarët, dhe kjo nuk ndryshon. Allahu te barek o të ka thonë ka me i denu mëkatarët, mizorët e keqbërësit, dhe kjo nuk ndryshon. Allahu ka thonë se i falë mëkatet, dhe kjo nuk ndryshon. Ajo është falës, ajo është mfirues. Krejt emrat e Allahu xhalla wala flasin për el-Wahid. Këtë kuptim është el-Wahid. E ku është dallimi el-Ahad? Ahad nuk është numër rëndor. Edhe pse tregon një. Do në el-Wahid, thush, 1, 2, 3, një, 1, 2, 3. E po kur do me numëru, nuk thush, Ahad, 2, 3, nuk thush. Ahad është specifike, që e përfshin el-Wahid edhe plus diçka tjetër. E çka është diçka tjetër? El-Ahad të ndërvëzër përfshin që Allahu është një i vetëm dhe është unik. Në aspekti i të qenë unik që e komenton fundi Isus el-Ikhlas, lem yekun lahu kufuwan ahad, i jap kuptim fjalës el-Ahad. Nuk është i ngjashëm me askush, unik. Në çdo aspekt unik. Është unik në emrat e tij, do të s'ka emra si ai kurkush. Unik në cilësitë e tij, do të s'ka cilësi sikur sa ai askush. Lejse kemithlihi shay. Nuk është i ngjashëm me askush. Unik në fjalët e tij, nuk flet askur si Allahu te barek o tala. Unik në shpërblimin e tij, unik në dënimin e tij. E kështu më radhë. Ajo është unik. Një, që kjo është el-Ahad. Ndërsa el-Wahid e kuptum dallim mes el-Wahid edhe el-Ahad. E këtu Allahu te barek o tala të ndruazër nuk ka dash me tregu pjesën e mos ndryshimit apo qëndrueshmërisë, po ka dash me tregu, do të thonë, cilësinë e Allahut te barek. Kush është Zoti? Unik. Çka nuk kupton unik? Nuk kupton se kur flasim për Allahun xhallahu ala, flasim për diçka të veçantë. Prandaj dëgjoni mirë, o ju Quraysh që keni kërkuar me fol për Zotin xhallahu ala, dëgjoni mirë kush është Zoti jam. Dhe këtu tash për këtë emër të ndërruazur el-Ahad, ne marrim disa kuptime të rëndësishme që i shërbejnë funksionimit të surës el-Ikhlas në ndikimin dhe ndryshimin e gjendjes tonë. Kur thua Zoti jam është el-Ahad, atër kjo nuk kupton të ndërruazur se tash me këtë emër të shkon duke u përmbledh nga shkapërderdhja. Çka të ka shkapërderdh? Të ka shkapërderdh epshet, bindjet, të ka shkapërderdh thirrjet e lloj-llojshme.
je mësu me ju përgjigj shumë thirrjeve. Tash i thirrësh, i përgjigjesh një thirrje unik, Allahu xhallahu ala. Do të thonë, njerëzit sot janë të shkapërderdhur të ndërvozën. Në çfarë aspekti? Në shumë aspekte. Njerëzit a kanë një breng, a kanë shumë brenga? Shumë janë të shkapërderdhur në brengat e tyre. El Ahad i përmbledh krejt brengat në një breng. A është Allah i kënaqur, edhe aki me shpëtu. Krejt brengat trajtohen përmes kësaj brenge. Krejt telashet trajtohen përmes kësaj telashe. Ndërsa ai që nuk është i edukuar dhe nuk është indikuar nga emri Allahut El Ahad, çdo breng e ka ishull veti. Asnjëra nuk komunikon me tjetrën. Secila janë nxirr jetën më shumë se tjetra. Do të shkapërderdha brengat, të shkapërderdha galet i ka. Sa e përfundon një, është tjetra. Sa shkon te njëna, i ik tjetra, e kështu me radhë. Nëse El Ahad i mbledh krejt ato dhe i trajton përmes një brenge, tjetë Allah i kënaqur. E kur i ki brengat e mbledhura të ndërvëzër, edhe malet i trajton, por dhe çështja e dy çka është, kur i ki të mbledhura, apo, atëre nuk dokën shumë. Nuk dokën shumë. Nëse për shembull i marri, i shkapërdon sopa letrën e për tokë, shton këto kush i mbledh. Se dokën shumë. Kur ti mbledh, qështu pak bon, as domthon me dy gishta i van ato, se janë të përmbledhura. Andaj El Ahad i përmbledh brengat, i orienton brengat, edhe i zvoglon brengat. Duke u zvoglu brengat e dunjas, rritet normalisht brenga kryesore, kënaqësia e Allahut xhallahu teala. Ndërsa sa më tepër shkapërderen brengat, zvoglohet brenga është Allah i kënaqur. Edhe shikoj njerëz sot për shembull, sa më tepër janë të shkapërderdhur, më pak, më rrallë i bën men, a është Allah i kënaqur ajo. Para më dikon për shembull i cili është i shkapërderdhur në këtë breng, në këtë telash, në këtë angazhim, në këtë dëshirë për shembull për autoritet e kështu me radhë, edhe në atë kas që ai atë më thon, e Allahu, o Allah është falës, o Allah po çmë vë të punëve. Me thjeshtësi e trajton këtë çështjen, është Allah i kënaqur. Prandaj El Ahad përmbledh. Gjithashtu të ndërvëzër, kjo përmbledhja, këtë që përmani këtë temat mëdha, ose jenë tema jetësore, mirë po, unë po duhesh me i përmend kuptim të rëndësisë së surës El Ikhlas në ndryshimin e jetës tonë. E pastaj qyshe çka ka trajtime shumë më të detajzuara. Çështja e dytë që del nga emri Allahut El Ahad është edhe fokusi. Njerëz janë si asnjëherë më parë të dekoncentruar. Sot për shembull, nga çka njerëzit vuajnë? Nga mungesa e koncentrimit. Shpesh herë për shembull na thuhet, a ka mundsi hoj me bë, për shembull, do video të shkurta 30 sekonda, 1 minutë, se njerëzit s'u kshyrin gat. Apo, pse s'u kshyr gat, ai çka ka, ai dhan dikun? Jo si dham. Mirë, a është unë të kam jo së kur që po, që ashtu të në mësuna, me gjesht shpejt një bo, domon, najna të edukuar në humbit të koncentrimit, të fokusit. Andaj, jo gjithë shka bëhet me shkurtesa, të ndërvëzër. Po, shkurtesa janë përshamë për një situatë caktuar me të veçantë, një këshillë caktuar me një kujtim, ama feja me shkurtesa së mësot. Në xhenet me shkurtesa nuk shkohet. Unë ngaj vëlla për fe, çan kam për fe, ka 10 sekonda, ato shpejt me gisht të qoftë. Çan merr vesh të shkurtesa, çka kupton ti shkurtesa? Prandaj shkurtesat janë për diçka po, ama fen me mësu. Duhet me ngu dert në sahat. Po. Parmenoj për shembull, më shëtu shkolla të shkurtesa. Mi thon për matematikës, jo vëlla, jo. Jo ka 1 orë dhe plus 5 orë në javë. Ja, ku me gjetë atë koncentrim? Bani 5 minuta matematikë dhe tu i bëjë shpejt mësaj tani. A mundesh? Po nuk mundesh vëlla. As më mësu biologjin, as kimin, as një shkencë s'u mësu. E qysh Islamin për mësë me shkurtesa ka 30 sekonda. Apo? Sa ma shpejt, sa ma shkurt. Për shkak se fatkeqësisht, dirigjusin e vëmendjes nuk e ka zemra. Zemra se ka dirigjusin dorë. E ka dirigjusin kusht epshi. Epshi s'ka vakt për ders. Ama aja bën që ashtu për shembull kur lojnat që lun aty, apo aja bën shpejt. Ja, aty kanë 2 saat mirë, se pa 2 saat
Qa luhet 2 sat? S'mrin kur që bële, 2 sat o pak. E pse atë spia bën kështu? Pse për shembull kur del marr këtu, pse me shoh kur del me shoh që dikun për shembull në motë muslimane kush do kuft, në neja tona muhabetit 3 sat, ku si terminuta. Apo, e pse kjo duket shpejt e kjo duket ka dalë, pse? Për shkak se ne defokusu. Dhe e ka marrë digitorin dorë kush? Epshi s'ban ders. Jo, valla, me epsh në ders të vjen, me epsh shkon deti, lahësh, me epsh, apo këqyr në i film knaqesh, me epsh bën laf, me dikan muhabete që s'kon ngarkesa, me epsh. Ama me zemër vjen ders, që zemëra ka nëjë për ders, ju epshi. Andaj, surja i Ikhlas që ka të bën, të përmbledh dhe të fokusan, që tu fokusin, që tu majsyt. E është të lashëm i majsyt që ti. Plus sajtë në kodrë të defokusimit është edhe, shpërndarja e kërkese për pëlqim. Në fokusi, të ndërëzër, qësh përkthejet fetarisht fokusi? Koncentrimi qësh përkthejet fetarisht? Përkthejet sinceritet. Ta manë si sura El Ikhlas. Aje që është i sinqert, është i fokusum. Mungesa e sinceritetit e shpërndan kërkesën për pëlqim, kërkesën për përshtypje. Andaj sot për shembull njerëzit e kanë shumë dert një foto që e ka qitë, sa pëlqime ka marrë. Një shkrim që e ka bo, një koment që e ka bo, një video që e ka bo, sa pëlqime. Në këtë jetë përjetojmë që shtapë. Dojna shkurt në kuptim përmbajtës, ama dojna shumë kuptim pëlqimit. Dojna një video me qitë 30 sekonda, 1 minut, dhe e mi marrë për shembull 50, 60, 70, 100.000, apo pëlqime, apo shikime, apo çka do qoftë tjetër në këtë pjesën e pangopshme të ndikimin nga rrjetet sociale. Sura Ikhlas fokuson që to qëllimet, qyr ka xheneti, qyr ka kënaqësia e Allahut, qyr ka sinqeriteti, që ti je një, sikur se ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah, kun wahidan li wahidin fi wahidin. Bëhu një për një në një. Qka është bëhu një? Bëhu përmbledhun në besim të Allah xhallahu ala. Në një rrugë, një rrugë që në xhenet. Për një, kush ai një? Allahu te bareku teala. Qka është unifikimi i brengave, organizimi i vetvetes dhe fokusi në qëllimin e krijimit. Qka është El Ahad? A ne shikoni sa na duhet në jetën tonë sot emri Allahut El Ahad. Shikoni. Sa na duhet sot emri El Ahad për shumë probleme që i kemi në vetvete, në shoqëri, në shumë aspekte. Andaj na po mësojmë për emrat e Allahut, me jetu me emrat e Allahut xhallahu ala, me përmirësu gjendjen tonë, jo me mësu emrin Allahut El Ahad edhe besh me di që Allah ka emën bukur, jo. Për emri Allahut El Ahad të ndërvëzër, krahas që i përmbledh brenga tona, i përmbledh kërkesat tona, i përmbledh qëllimet tona, edhe tash na orienton në fokusin e dur të koncentruar fuqimisht në atë që është synimi jonë. Andaj të ndërvëzër, sahabët, sa oferte e u kam bopën? S'ka pa kurgjë, as s'ka një kurgjë bile. Nga fuqia e bukurisë së thirrjes së Allahut te bareku teala. Kurgjë s'ka një. Bile Ka'b ibn Malik radiallahu ta'ala anhu e din në sprovën që ka pas, apo në sprovën që ka pas, 50 ditë si ka folë pejgamberi s.a.s. As kush në xhami, as në rrugë, as shpesh si ka folë. Ka qenë bojkot shoqëror për shkak të një lëshimi që ka bu Ka'b ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Pa na thot, vesha në xhami, selamu alejkum, s'ka alejkum selam. I thësha pejgamberit, selamu alejkum, s'më theke selam. A është e letje? Nuk ka mashtirë. Në mashtirë s'ka, nuk ka mashtirë. Ka'bi thot, ka pozi që ka mashtirë. Qka u konë mashtirë? Kër mbreti i fisit Gassan, fis i madhë Arab, i ka që letër. Ka'b ibn Malikut, e i ka thonë, kom dëgju se shoku i të ka bojkotu. Leje shokun, hajde të une, gjysmën e pushtetit e ndajmë, edhe je i sigurt edhe i ndërum të na. Gjysmën e pushtetit vëllazëri nuk është, e kam një 20 metra kator kasullën, që aty diku ngushtuam ti 10, nuk ka kështu Allah. Ai ka pas shumë, Allah, ka pas shumë. Shumë ka pas, me mira deve i ka pas.
Para me t'jep 500 deve në atë vakt që i bjene. Para me t'jep tokë, e me t'jep pushtet. I ka me letër, me vule, nga mbreti i këtij fisi. Ka thonë që kjo është sprova më e madhe. Me menu dikur që unë e lo pejgamberin s.a.s. Me menu dikur që unë e defokusohen nga qëllimi jam a përse është e madhe vëllezër. Prandaj fokusi i fuqishëm, unë që të kom sy, s'ka më asnjë zoë, asnjë thirrje, asnjë kërkesë, asnjë joshje që më bën përshtypje. Mi për kjo don forcë, kjo don stabilitet, ku e marrëm këtë forcë? Te emri Allahut el-Ahad. Te emri Allahut el-Ahad. Gjithashtu të ndërruar vëllezër, emri Allahut el-Ahad, tash krahas domthon që thash për mbledhjes, domthon kuptimin organizativ të jetës tonë, na e organizon jetën, kuptim të orientimit, na orienton ka duhet, ka synimet madhore dhe qëllimi esencial i krijimit tonë. Edhe emri Allahut el-Ahad në surën El-Ikhlas i radhit gjërat që duhet. Nëse njerëzit në kësaj bote shpeshherë janë të prirur që të krijojnë kaos në kuptimin e radhitës së begative dhe obligimeve që i kanë. Sot për shembull në kuptimin e radhitjes dhe vlerësimit, Allahu te barekuhu teala a është në pozicionin e merituar tek njerëzit? A vlerësohet udhëzimi i Allahut që është duhet? Sot për shembull njerëzit a i vlerësojnë prind që është duhet? A vlerësojnë që është duhet mirësinë me i shërbi prindit vet? E kështu me radhë ata. Ka kaos. Edhe te Kurejsh ka pas kaos. Emri Allahut el-Ahad ja u ka treguar qartas ku është dallimi mes besimit në Allahun që thret pejgamberi alisam dhe besimit në Allah që thrasin ata. Te Kurejsh a ka qenë Allahu prezent në besim? Po, ka qenë prezent. Mirë, pse nuk është arrit mundësia absolutisht që me bo kompromis, me që ata në Allah më besojnë, po i kanë dëlshime. A kanë qenë dëlshime, si e kanë besu Kurejsh Allahun te barekuhu teala dhe si pejgamberi sa më ka me besu, ku e dallimin? Këtë dallim me kuptu të vëllezër është esenca e kuptimit të tauhidit. Do të thënë betejë ka qenë tauhid, për ata në njëshmërinë e Allahut besim. Kurejsh të Mekës në kuptimin e radhitjes, Allahu xhallahu ala ka qenë më i miri i të mirëve. Allah është më i miri. Allah është më i forti. Allahu xhallahu ala është furnizuesi, Allah është krijuesi. Mirë po, edhe idhujt janë të mirë, edhe ata. Don këtu tash Allahu është i pari në kuptim numerik. A përshim se sa el-Wahid në surën El-Ikhlas, po ka el-Ahad. Se Kurejsh të Mekës në kuptimin e radhitës së Allahu te barekuhu teala e kanë pas rritje numerike. El-Wahid i pari, Allahu. Pastaj edhe ky edhe ky edhe ky edhe ky kështu me radhë. I kanë rrit idhët e tyne. Kur ka ardhur Kurani më u tregu tash, a është në këtë aspekt tash El-Wahid Ahad, ka unë El-Ahad, ajo është unik. Për këtë arsye idhujve të tyne ka thonë, apo batil. Kretë është e kotë. Në një kuptim, qëre, jënë të mirë, po jo qatë sa po i bani. Heq nuk jënë të mirë, asë një tros jënë të mirë. Kretë jënë të këqi, me qënë idhuj. A përgën dhalimin? Këta janë batil. Nëse Kurejsh të Mekës, shka kanë adhuru? Kanë adhuru idhuj dhe kanë adhuru me lajket. I kanë adhuru me lajket. Kurani, kër i ka trajtu këto dy qështje që kanë deformu besimin e Kurejshve, i ka trajtu, dhe më thonë, duke e shpërfat gjithë me Allahun te barekuhu teala unik, këta s'kan lidhje me ato çka është Allahu te barekuhu teala. Idhujt i ka thonë batil. Aja që ka adhërën pas Allahu xhallahu ala është batil, është e kotë, kur far vlerë s'ka, kur far dobije s'ka, kur far ndikimi s'ka. Dërso kur ka tek me lajket, a ka thonë për me lajket jem batil? Ja, s'ka thonë. E për me lajket çka ka thonë? Janë rob të Allahut. E adhurojnë Allahun te barekuhu teala. Pra këto dy sende do të më bëj. Idhujt
me i rënu, me i nxjerr nga jeta juaj. Çdo idhull që konkuron besimin në Allah do të më nxjerr e para, dhe deformimin që keni bën në vlerësim të melajkeve dhe pejgamberëve, ta kthen në nivelin e duhur, duke i kthyer melajket nga të adhuruar që kanë adhuruar në adhurues dhe shembull dhe model i adhurimit. Allah xhallahu ala ka sjellë melajke shembull të adhurimit. Ju adhuroni melajket, shikoni melajket që adhurojnë Allahun te barekuhu teala. Prandaj kthehuni tek adhurimi Allah xhallahu ala, nga sa është el ahad. Çashtu ka qenë edhe me domthon pjesën e mbetur të botës së gajbit, të fshatës, që kanë adhuruar xhenet. I kanë rrit gjend shumë. Kanë pas frikë kurrë për gjendve, se ndikojnë. Prandaj edhe kanë dhënë kurbana. Kurbana është një sakrificë që me te afrohesh te dikush. E Allahu te barekuhu teala kur ka ardhur me fol për xhenet e shejtanit, a ka thonë në batil? Jo, s'ka thonë batil, nga sa ata ekzistojnë. Po çka ka thonë? Wa ma hum bidarrin bihi min ahad illa bi idhnillah. Nuk ka mundësi me i bo dëma askujt, krejt bashkë me bo, pas me lenë Allah të barekuhu teala. Domthonjë e ka ul fuqinë e ndikimit të gjinëve në jetën e njeriut. Duke i bërë që njeriu mu lidh me Allahun te barekuhu teala, nëse lidhja me Allahun është çaja që kërkohet. Prandaj të ndërrua vëllezër, në jetën e besimtarëve nuk duhet me kon Allahu i pari, pastaj ju Allahu është i veçantë, i unik. S'ka shok në adhurim, nuk i ngjan askush, nuk është i afërt me të askush e kështu me radhë. Çka është el ahad? Gjithashtu nga ato që marrëm të ndërvëllezër se emri Allah el ahad krahas radhitjes dhe rivlerësimit të gjërave ka bë edhe ripozicionimin e Allahut si krijues dhe ripozicionimin e njeriut si krijesë. Ja ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Ju njerëz në raport me Allahun jeni të varfër. Ju jeni rob. Kjo nuk ndryshon. Sado që të merrni dije, sado që të forcoheni, të pasuroni, çka do bëj, çka pozicioni? Nga sa është el ahad. Ai është gjithmonë Zoti xhallahu ala. Nuk ka mundësi për shembull me kontestu këtë njëshmëri të Allahut kuptim të qenit unik, për shembull fuqizimi i njerëzve, organizimi i njerëzve, a ka mundësi? Njerëz këtë me radhë dakord, a bëjmë njetë me mohu. Ajde po mirën vesh për mohujmë. Kjo e rrezikon el ahad? Jo, absolutisht. Nuk e rrezikon. Mirë, hajde po dakordojmë krejt me besu. Kjo e fuqizon el ahad? Ja, absolutisht. Që ata është el ahad. Njeriu për shembull bëhet shumë i pasur. A lëviz në raport me Allah nga pozicioni rab? Jo. Tash s'muni me thonë rab si ai që ka 1 euro, si ai që ka 2 miliard euros. Ç'është rab? Jo 2 miliard, 200 miliard, 200 trilion, e bilion, e sa ka numra, mi pas në dorë vet. E krejt rab të Allahut në tokë, mi net gati në kom, ajo rabi Allahut. Që kjo është el ahad. Veç një është ai që, apo, i cili nuk ndryshon, dhe ndryshimit e tjeve nuk e ndryshojnë. Allahu xhallahu ala, el ahad. S'ka më ndryshu. Prandaj kjo e bën besimtar kenar. Ne nuk tutemi se fuqizimi i mohuesve në çfarë do aspekti e rrezikon Zotin ton. Jo, absolutisht. Kjo s'ka bë me ta. Ajo ka bë me neve. Jo me Zotin te barekuhu teala. Prandaj el ahad tregon ti ç't pozit. Dhe ai është i vetmi është Allahu që në këtë pozitë. Askush, kurrën e kurrës, as pejgamber, as melek, as njeri, çka do qoftë, nuk ka mundësi me ngrit, madje as mu afru te pozita e emrit Allahut el ahad. Sado që e ndron. Prandaj el ahad ka rivendos pozicionime të pandryshueshme në përjetësi që e ndajnë Allahun prej krijesës.
Ky besim është më rëndësi të vëllezër, se sa ka ndikim tani të përditshme kjo çasti, ky kuptim jot në raport me Zotin te bareke o taala. Gjithashtu të vëllezër, el ahad çka është? Në kuptim praktik, el ahad është në kuptim të ato që përmenëm, po përmbledhje, fokus, organizim, orientim, pozicionim, rivlerësim, rirangim, radhitje, këto që përmenëm dhe është gjithashtu nga kuptimet e emrit Allahut el ahad është se Allahu dhe temat për Allahun mbeten numër 1 në jetën e gjithmonë. Gjithë. Nuk mund të themi për shembull na tash për neve ka qenë tema e besimit numër 1 derisa kemi mësuar ç't libër. Tash bie numër 2 se kemi një temë tjetër. Ja, el ahad o gjithmonë tema e parë. Këto temat që kanë duhen i mësojmë duke qenë në epicentër Allahu te barekuhu teala. Për shembull të ndonjëherë ti mund të shkosh në një kurs me ndjek për një çështje të caktuar. Apo tema e këtij kursi për momentin, një javë, 2 javë, 1 muaj është tema kryesore. Mirë me çfarë temë, lexon për çfarë temë, diskuton për çfarë temë. Kur e kryen kursin, trajnimin përfundon, ajo temë s'bëhet tema e parë, apo se tash ki tema tjera. E tema për Allahun a ndryshon çështot? Ja kur. Po da pse që kem gabim në kuptimin e emrit el ahad, nga se tëra ndryshon çështja e besimit. Na për shembull kur nim për Allahun te barekuhu na kapnë eufori. Një ditë, 2 ditë, një javë, lexojmë për Allahun, emrat e Allahut. Tani shkojmë të dobësuar dhe opet hi në prioritetet e temave tona, temat e ngjarjeve globale, politike, ekonomike, e kështu me radhë. Për Allahut te barekuhu. El ahad është në epicentrin e interesimit ton. Është kryesuesi i temave tona. Të gjitha temat e tjera, çfarë do qofshin, sillen rreth kësaj teme. Dhe i kuptojmë temat e tjera përmes kësaj teme, dhe temat e tjera i shërbejnë kësaj teme. A është e qartë? Ajo mbetet gjithmonë në epicentër. Këto temat e tjera kuptohen përmes kësaj teme, temës së Allahut te barekuhu teala. Dhe gjitha temat e tjera i shërbejnë kësaj teme. Në shërbim, jo e kundërta. Për që është el ahad. El ahad. Dhe është simboli besimtarit. Simboli besimtarit. El ahad. Ama ky simbol nuk është të ndërvëllëzër vetëm deklarim. Ky simbol nuk është vetëm çka? Nuk është vetëm pretendim. Por është jetë, është praktik. Qysh është dëshmi? Qysh është identitet el ahad? Qysh është, do më thonë, shaj që me te njët muslimani el ahad. Bilalin radiallahu ta'ala në kërë kanë munu, qëka ka thonë? Ahadun ahad. Pse s'ka përmen amën tjetër? Pse ahadun ahad? Sahabët kanë bo që shtopë. Emnë el ahad është përmen qëto situata. Për faktin se ato që e bëj për Allahun për kanë mi këto këse kësha bëftën. El ahad. Që kjo është shenjë e sakrificës, shenjë e gatishmërisë për flim, që te i kalan gjitha gatishmëri tjetër. Bëj për baba për nonë, bëj për vlla për motër, bëj për këtë, bëj qka, domon qka të kërkot, ama qka për Allahun bëj për kërkon s'bëj. El ahad. Qka është el ahad? Për e Bilali është denu. Bilali radiallahu ta'ala është keq trajtu, në vapë të madhe është shtyp për zallin e nxehtë të shkjetinës në Mekë, e kon ahadun ahad. Jo, s'kishët mujtë këtë me duru, as gjysmën e kësaj, madje e kishët mujtë latin e uzan me gjysmën e qësaj dënimi, ama one si e ki dorë, për shkak se ahad, javlen për te mu djeg, e mu të soptu për shkak se është i veçant, i vetmi, unik, që për te dhe jeta fliot. Për ta shahidër kush, veçaj që e bën sakrificë dhe flijan jetën e tij për Allahun te barekuhu teala. Pastaj në emrin të Allahut, a nuk kupton kjo? Mbrojtja e venit, pragut të shtëpisë, pasurisë, kjo çështje tjetër është. Ama fokusi është te Allahu te barekuhu teala. Për hir të Allahut, se Allah na ka mësuar. Allah na ka obligu. Allah është i kënaqur dhe kërkon nga ne që edhe tash edhe të flijohemi për ta mbrojtur venin e pragun e shtëpisë, çka do kuft.
Dhe atë që e bën muslimani në këtë aspekt, se bën kërkush. Spaku i zdash është me konë, me emrin e Allahut El-Ahad. Andaj shikoni për shkak të ndërrozë, çfarë kanë bërë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? A e kanë dëshmuar me jetë, me krejt, se ata kanë besuar në El-Ahad? E kanë dëshmuar të ndërrozë. Dhe çfarë kanë bërë sahabët? Mbeten gjenerata, do me thonë, unike. Janë gjë unike. A ka mundësi mas sahabëve me ardhë gjenerat si ata? Gjenerat? E pa mundshme. Janë gjenerat unike. Pse janë unike? Për shkak se kanë besu në njërë unike në Allahun te bareke ve teala. Në Allahun që është unik. Një, El-Ahad. Prandaj, të dëgjon sakrifica që bojnë njerëz me mikprit, për shembull, një refugjat, një dëbuar, një familjar. Ma ti kur njëtone s'kini as kimeni që ka bojnë sa për muhajgjerët. S'kini ti kur ashtu. Veç keni në lexime tyna, apo? Ti ke dëgjuar që njerëzit, për shembull, i binden, i prisje, dojnë, ngojnë, njekin e ma. Ti s'ke po kur që ka bo sahabët me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe kemë dëshminë e kujt? Ebu Sufjanit. I si ka anë Mekë si mushrik, me kërku ndihmë, e i ka pas sahabët që shërë me pejgamberin alayhi sallallahu alajhi wasallam. Me ka thonë, dëkhaltu alil muluke vë ruesa, komite mbrete, kryetare, ka së mion e vëdhe. Kum pa qysh njerëzit e dojnë dikan. Ama një temë s'kum pa qysh ashabu Muhammedin juhibbune Muhammeda. Kur s'kum pa qysh shokët e pejgamberit e dojnë Muhammedin alayhi salatu wasallam. Kështë s'kum pa në kur? Kështë s'kum pa kur? Abdes ka marë, s'kan lënë pikët ujtë në tokë me prek, ja kanë marë dhe ujtë. Jo tjetër, apëtën. Jo tjetër. Të s'ke pa si dëshnije në rrëzë. Vallaj s'ke pa. A s'ki me pa një tonë e kur s'ki me pa. A si sakrifice. Pse? Që ta e kam pas simbol njetë. El-Ahad. Allahu Gjellewala. Për ta e kam bua. Andaj që ka bujmë për Allahun për kërkan s'bujmë. Sa jep për Allahun për kërkan s'thoa. Edhe tjerat e tjerat të kështë më radhë. Prandaj edhe El-Ahad edhe në kuptim të simbolet të ndryshimit. Njerët mund me dyshu me kalun nga e keqen të mirë në forma ndryshme. Mirë po, fuqia e ndryshimit e motivuar nga El-Ahad te kalon çdo fuqi tjetër. Bukuria e ndryshimit të muslimanëve dhe pendimit te kalon çdo bukuri të çfarë të ndryshimi. Stabiliteti e kështu me radhë. Në këtë janë të ndërvëz të emrit Allahut El-Ahad. El-Ahad. Çështja e organizimit të jetës. Dhe kjo të bën muni pastaj kënar, bën muni përmbledhur, të bën muni koncentruar, i fokusuar. E këtë tjera që i përmendëm, e shumë që mund të përmendim. Dhe kjo jep guxim besimtar të jep domthon kënaqëri e kështu me radhë, sikur që përmendëm. Dhe shembull e pejgamberit Kur'an të shumt. Ibrahim alayhis salam, Yunus alayhis salam, Ejubi alayhis salam, e shumë tjerë që me emrin El-Ahad realisht nuk je është dash kërkush mo. Ibrahimi të alësam, as Gjibrili si është dasht. Apo, se El-Ahad, veçaj, unik, ajmë krymë punë, kërkush nuk më duheni, El-Ahad, e shumë të tjera. Pasami të dhatë El-Ahad, Allah tha, kul huve Allahu, e thamë qëka është kul, thamë qëka është huve, thamë qëka është Allah, dhe thamë qëka është Ahad, ta sheka mitë, Samet. Qëka është Samet? Është emri Allahut i bukur. Emri Allahut Es-Samet është përmend një herë në Kur'an, veç në surën Ikhlas. Dhe është nga emrat që rrëthi sillen shumica e emrave të Allahut te barekuhu teala. Samet dietarët e kanë komentuar me kuptime ndryshme, thash nuk duam u zgjeru në tash trajtim të emrit. Sa do mpun kjo shumë më tepër se mra një ligjërate. Mi bëj disa definime të shkurta që kanë jap dietar për Es-Samet. Es-Samet të ndërrullës dhe vëzër është ai që është i kompletuar, kamil, i kompletuar në qenjin e ti, me emrat e bukur dhe cilësit e ti, i kompletuar në pushtetin e ti, i kompletuar në gjykimin e ti, në çdo aspekt, donë pa asë një tmet, pa asë një mangësi, pa asë një nevojë për plotësim, i kompletuar. Duke qenë El-Ahad dhe i kompletum, nga kuptimet emrit të Es-Samet është
të gjithë kanë nevojë për te. Krejt kthehen ka Allahu te barekuhu teala. E ai nuk kthehet ka askush. E ai nuk pret për askujt, dhe ati nuk i duhet askush. Ne lutëm Allahun xhallahu ala dhe presim kur jo përgjigja. Apo se jemi në zër. Pse jemi nevojë, pse kemi domon kërkesa. Nërsa Allahu xhallahu ala pret për robë që sot kur po më kthehesh se e kam duhesh. Jo vëllazër. Prindja pret fëmijën kur kthehet, se i duhet, s'paku më afresku zemrën e pa, s'paku më pa safra, i duhet për dashninë se nuk i duhet për dunjë. I duhet për me përmbush pjesën e brendshme që ndin mangësi prindi për fëmijën e tij. Allahu xhallahu ala ka kësi mangësi në brendin e tij, jo nga se s'ka brendi ato. Shkon Ibn Abbas, la jawfala. Nuk ka brendi, në kuptim të zoj sikur se na. Brendia në kupton çka? Nevoja për të përmbush. Si të ka brendi, duhet më mush me diçka. E Allah s'ka nevojë për më përmbush, me kurgjë. As me ushqim, as me pije, as emocione, as dashnie, as kurgjë. Kur si duhet? As-Samad. Dërsa neve na duhet Allahu te barekuhu teala. Çka është As-Samad? Krejt kthehen ka Allahu te barekuhu teala. Prandaj emri Allahut As-Samad e fuqizon emrin Allahut El-Ahad që nuk kupton orientimin, ka i kthym. Ka i kthym. Jo ti me ballin tën, e me trupin tën, e me krahët e ty. Jo, me krahët e tu, jo. Ti me zemrën tënde, ka i kthym. Ka i kthym. Që shkallë një brejmesin, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Po e kthej fytyrën tëm, zemrën tëm, po orientoj ka ai që ka kriju qiejt e tokën, ka çaj kthejnë ona. Ka çaj mi kthejnë, ka ai jam i kthym me zemrën time, jam i kthym me veshët e mi. Pres nga ai që ka po më thret. Pres pe ti kur po më thret, për çka po më thret? Që ka thënë Ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala. Kur dëgjoni fjalën ya ayyuhalladhina amanu, ai që keni besuar. Vesht ko gja mi të kthym ka, të kthym ka. Thirrja nga se Allahu po ju thret. Po ju thret për obligim, po ju thret për me ndalu diçka. Andaj ai kthym ka Allahu te barekuhu teala. Në jetën tënde, në orientimin tënde, çu kthehesh ka ai kur ki nevojë. Çu kthehesh ka ai kur je në zar. Çu kthehesh ka ai kur duhet Allahu te barekuhu teala. Ai gjithë duhet orientimi, as-Samad. As-Samad të ndërua vëllezër nga kuptimet që na duhet në kuadrat e surës Al-Ikhlas, se ne po flasim për besimin apo a janë duhet për imanin në Allahun te barekuhu teala. E këto që jam ty përmend, realisht janë pjesë përbërëse të imanit që tregojnë funksionimin normal të imanit. Për shembull, me çka marr ti funksionimin e imanit? Me emrin e Allahut El-Ahad. Me emrin e Allahut As-Samad, me çdo që përmend me çta? Nga funksionimet e imanit është me të kthy ka Allahu. Nga funksionimet e imanit është me t'i radhit ato që i përmend e kështu me radhë, keq e përmend. Çu kuptoni kët? Po flasim për surën e imanit, e në kuadrat e surës së imanit, Allahu ka përmend emrat e tij. E këto emra ti ne bëjmë kuptime, që këto kuptime e bëjnë imanin ton funksional dhe përmbajtësor, jo iman formal, apo jo iman formal dhe pasiv, jo iman aktiv, funksional. E çka e bën këtë iman funksional? Kuptimet e emrit të Allahut El-Ahad, edhe kuptimet e Allahut As-Samad, e kështu me radhë. As-Samad është orientimi, është kibla e zemrës tonë, As-Samad. Dhe gjithashtu të ndonjë vëllazër, As-Samad apo ndryshe, funksionimi i imanit është që Allahu të mjafton. Që Allahu të mjafton. Eleysa Allahu bikafin 'abdah? A nuk i mjafton Allahu robit vet? Patjetër që i mjafton. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Kështu tha Ibrahim alayhis salam, Allahu mjafton dhe është miku më i mirë. Mjafton Allahu te barta. Atë mjafton Allahu në jetën tonë. Atë mjafton premtimi Allahu xhalla xhelalu, kur ai thotë që sot atë mjafton çka, apo keni vëllai do të jetë me qetësu. Atë qetëson mjaftueshëm fjala e Allahut, premtimi i Allahut. Atë bind mjaftueshëm shpallja e Allahut. Apo keni nevojë për argumente shtesë, shkencore, natyrore, kështu me radhë me të bind. Atë mjafton që kjo që Allahu ka dhënë, mjafton. Këtë që mjaftim, mjaftueshmëria, çka është As-Samad? Mjafton Allahu xhalla wala. Kur ai thot u kry. Për mua dersi u kry. E bëjmë llaf tash edhe për tira sana kështu sa për mushtu, dija kështu më radh. Ama sa për vërtetësi dhe pranim u kry. Atë mjafton Allahu xhalla wala.
Kur Allah të premton. Prandaj të ndërrua vëllezër, me emrin e Samad, pejgamberi më ka thonë Ebu Bekrit në shpellë, la tahzan, inna Allah ma'ana. Mos më rrezë Allah është me neve. Na kthy ka Allahu xhalla wala. Na kthy ka Allahu xhalla wala. Edhe Allah është kthy ka na. Me kujdesin e tij, me mbrojtjen e tij. Prandaj çka kemi tut? E çka kemi mërzit? Kur Allah është me ty. Madje ti bosh ndjesh kënar se krejt krijesat kthehen tek Allahu te barekuhu teala, e që në fundit është Zoti yt. Zoti yt, ai Zoti i gjithëve është, si Zot. Mirë, po nuk është miku i të gjithëve. E kur sheh njerëzit që kur një tyne s'kan qenë mirë me Allahun, s'kan pas raporte miqësore, e i shet duke u gjyzu, thuj për Allah të barë të thush, miku jam, s'keni qara pa këtaj, atë bënë më një mirë kja, apo, që krejt ka nëjë për mikun tënë, se është miku i besimtarve, Allahu waliu ledhine amenu, Allah është miku i atyre që kanë besu, aja është mik i gjdo besimtari, gjdo muslimani, që kjo është Allah jonë, që kërë besimi jonë Allah në gjellewala, Allahot mjaftan për këto që kemi përmendur. Gjithashtu të ndërvëzër, nga kuptimet e emrit Allahu Samad dhe nga ndikimi i këtij emri në përmirësimin e besimit dhe funksionimin e besimit dhe imanit është kuptimi i strehimit. E Samad është që krejt krijesat strehohen, kthehen, ikin tek Allahu te barekuhu teala. Strehohen në situata ndryshme. Madje edhe ata që nuk e besojnë, situata të caktuara strehohen. Strehohen. Prandaj, qysh e ka përmend vet ateistë të ndryshëm se në thënjet e ndryshme se në hendek, në istikame, atje ku kërset, ko gjafart, apo, atje s'ka ateizm. Atje nuk e së. Ateizmi është në vëzër, kur ki vak, bëdi hapgji, mirje, apo, tani hajtë të klasë është në palidhja. Ama kur kërset fart, s'ka ateizm aty. Ti ka besim, aty ka zemrat, lemër këtë fa bëdëllakine, këtë u të zotë se marun bashk. Apo, ndaj, ateizmi është çështje doan, çështje luksi. Kanë vak njerëzit, apo i gjojnë do që i ngojnë ka pak e që shtot se kur farë përmbajtja ateizmi s'ka. Kur farë përmbajtja s'ka. Kur farë kuptimi s'ka. Sinqerisht atë. Ateizmi, adin ku shqet? Adin ku anë buk? Adin ku anë buk? Ateizmi në cilën sohra buk? Në sofën e imanit. To është që në sofën e imanit? Po dhe? Sa ta s'din që ka i bjene pas iman. Që ka hajmë na, thot s'ban që ke më hongër. A i kur s'din që ka bën me hongër. Se s'ka që me të kalzuajnë, që ka beson e? A i kur s'beson? A i du të më artë e na me kalzu, që ka besojmë na, e që ato me më hu me kalzu që qëre unë sa i ngritun jam, së jam si ti. A po këmë temë? Nën a i unë të rrinë, që prasë të rrinë, i lodhën rrinë, ama për me kalzu që në sofrën tonë, së është kjo ushqime shëndetëshëm. E mirë jaron jam, e sofrë cëla është? Hajtë ti shtrenë sofrën tonë, ti kalzu cëla është sofrë jete? Kur gjë? Veç me thonë s'ka, që kjo sofrë jam? Në esencë, ka dhe të e tjera, nësë përdu bashkë që shtu me bazu të ateizmin, po në esencë, Allah, kur të lesëm, që tu del, apëtë, shka ku shkanë, shka ku shkanë. Rrëtë qësaj silë, rrëtë qasje mohuse, pa përmbajtësore, dhe komplet të parësyshme dhe të panatërshme. Dhe besimtari strehohet të Allah të barë tala, strehim të besimit, strehim të miqësis, strehim të bindjes. Me usru të Allahu të barë tala, edhe kur i ki punë si mas miri. Jo, kur fillon mu paku për krahja autoriteti, e tani të Allahu më strehohet. Do njerëzve ju bjen men që dunjaja, s'ka Allah shkon dunjaja, ju bjen men atin kur të hupin. Se kur e kishin dunjan, s'tojnë, Allah, s'ka për kësa dunjaja kur gjapën. Jo, kur t'i kanë punë mirë, thot, muslimanit duhet me punu, me angazhu, sa jo që shot është, s'po thëmë që nuk duhet. Mirë po, jo me hup ahireti për dunja, jo me hup obligimin për dunja, jo me shkel moralin e parimin për dunja, jo kështë. Andaj fatë kësit sa musliman, i njojnë se aje dhejtëna, apo që në shembullin popullit,
kur s'ka pas mundësi me ka prushin, ka thonë, i thartë është ata s'pe kapi. Dhe musliman të dunjaja zban, që së në kapin, se me bu me kap, të kalzojnë qa dunjaja për. E pas se kapën. Ndaj, do të me punu, më angazhu, pa dyshim, dhe me e pas dunjan, po me emnë Allah të samet, gjithë të Allah i strehum. Si kur ki, si kur s'ki, gjithë jënë, si kur të ashtë emnë Allah, gjithë me ti i varfëni, që kja është, ti i miskini, sot e që t'ki, elehat, të Allah më strehum. Dhe gjithashtu të ndërgozër, samet në epë kuptimit e përsosmëris, që është i kompletuar. Në Allah është i kompletuar. Qka nuk kupton kërë themi, Allah është patmeta, Allah është i kompletuar, qka nuk kupton kja? Kë nuk ka vetëm deklarim në besim, për qka është kja? Kjo është koncept i tjetuarit. Dhe më thonë, me që Allah është i kompletuar, edhe feja ti është i kompletuar. Andaj, qysh s'kam nevoj për Zot pas Allahut, nuk kam nevoj për udhëzim pas udhëzimit Allahut. A i bjen që shtët? Ama nuk ka Zot pas Allahut. Ama mënyra e jetuarit, tani është mundësi, qështë e gjojshte. Jo, së është mundësia ja. Së është e dëshirë, vullnet. Allah është i kompletuar dhe feja ti është i kompletuar. El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sa do plotësua fen, u plotësua feja. S'ka nevojë më shtu kur gjë, as më kur gjë, e kompletuar është. Dhe është përmbush begatia Allah dhe njerëzve. Dhe Allah është i kënaqur Islami që të fejon. Cili Islam? Qaj që ka zbrit sa ka qenë pejgamberi në gjallë. Qaj Islam? Çdo Islam ndryshe, jashtë asaj që ka qenë te pejgamberi, nuk është Islam që është Allah i kënaqur. Me dëshmitë Kuranit, me dëshmitë Kuranit. Pra na themi as-Samad, ai është i kompletuar, i patmeta, çashtu është feja e tij, çashtu është shpallja e tij, çashtu është udhëzimi i tij. Qështu është e samet, qështu imani funksionan, jo veç kuptim të pranimit, po në kuptim të zbatimit, nështimit dhe manifestimit. Dhe në fund, lem jelid o lem juled. Edhe këtu, ka shumë që ka me thonë vëllam. Gjysa dunjas që të umet, lem jelid o lem juled. Sa ka me kalzu të që ka i bjen? Lem jelid nuk e ka linda s'ken. S'ka djallë në Zotit e Barakuta. S'ka djallë. O lem jullet, as nuk është i lindur se ka lindë kërkosh. Qëka në kuptojmë bësaj? Në kuptojmë të ndërru vëzër se nga pjesët e rëndësishme, të domosdoshme, të pandashme të besimit është edhe pastrimi Allah nga të metat. Jo vetëm pohimi i emnëve të Allah të bukur, po duhet e me mëhu atë që Allah e ka mëhu. Sikur që duhet me pohu atë që Allah e ka pohu për vetën e ti. Edhe mohimi, edhe pohimi. Sikur që kemi cikë të regulli i parafundit, apo 5-4 sëmërësik që ka qenë në dirës në kaluar. Feja është edhe pohim, edhe mohim. Feja është edhe besim, edhe mos besim. Në fej ka besim, po ka regula që të thotë nëse nuk i përmbash, del në mos besim. Ka halal, ka haram. Që kjo është feja jonë? Andaj duhet me ditë që ka me mohu. Lem jelit vë lem julit. Me e pastru Allahun të bartëla. Se s'ka të meta, a nuk gabon. Gjukimi ti është i drejtë. Caktimi ti është i urtë. Krejtëm këto që duhet me pas parasysh besimtari në funksim të imanit. Nga se nëse dikush ka pas problem me Allahun a ka linda jo, dhe me këtë e ka të cenu rënd pastërtin e besimit në Allahun Gjelle Gjelalu, duke fyë Allahun fyrje të madhe, edhe aj që menon se nështë atë ja kishë bu Allahun që shtot ma mirë shkon, edhe kjo e ka fyë Allahun të barekot ala. Paknatësia në kuptim të refuzimit të caktimit të Allahun Gjelle Gjelalu, është cenimi besimit. është njoll e rrezikshme që realisht e shëmton pamjen e bukur të besimit. Që kjo është me kuptu, jo veç me mëu Allahu s'ka djalë. Po sa i s'ka djalë, as s'ka qik, as s'ka gru, as s'ka farefis, nuk ka. Që njerëzit e ka pohu, pa drejtësisht. Po Allahu te vërtet nuk ka këtë asat që ka mullë, Allah nuk bën zullum. Prandaj kej që ka caktuar ndaj te është
mirësi për ty dhe drejtësi. Me bo me të shku menja pimrena se nuk e di pse mund, haq kesh, doa bona, që shtu vindë në kanera, të hojë vallaj, s'di, s'falla, kesh numre, po, ani qa që e kon numre? Umrën e ki pra heret, Allah të ka po, caktimi Allah të për të pun tjera. A me si shko numre, ta shkur zbën, as më prish gjumi, as më dhim kryt, as nuk bën kur për shambull, me arë në vezet, pse im kon numre. Allah, e kuptan? Umre e kon për veti, Allah të pranoft, umre është kogja me rëndësi, haqja me rëndësi, namazë me rëndësi, krejtën këto qire që të mbrojnë, ama nuk e eliminojnë këto ligjin e Allahut kosmologjik që nuk kuptan sprovën, nuk kuptan kja. Prandaj pejgamberi sa u kon pejgamberi Allahut, njëri më i dashur i Allahut e umet unë. Qysh Allah, ble do buk ta kish dhon. Apo pa ka pas pejgamberi të lashme se bukën e pas gola, e po tash, e din Allah pse e kalon pa buk. Edhe jo në Mekë, në Medinë ka met pa buk, ka ndodh. Ka dal natën edhe e ka pa dhe Bubekrin, e ka pa Omerin, ne që i dal natë. Ka një Rasulullah, une, uria, s'nër gjumi kur je unë, parë në, sahabët natën dal. Ka pa situata kështu që, kanë kalune për si sprova. Ti thush, bele buk mi pa dhe më ongërë. Përndaj, që kja është, lem njerit dhe lem njullet. Me pastru Allah nga gjitha med, nga gjitha njull, që mund të kontestan, gjykimin e Allahut, fjalën e Allahut xhallahu çka do të qoftë atë. Pastërtia. Prandaj fjala më e madhe mas la ilaha illallah fjala subhanallahi wa bihamdi. Fjala më e madhe është subhanallahi wa bihamdi. Nëse është pastrim dhe është pastaj lavdrim. Me subhanallah pastron dhe me elhamdulillah lavdron. Çfarë të kompletohet besimin e Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu ndërlozën lem jelit vë lem jullet në kupton se Sura Al-Ikhlas rënën koncepte gabume. Njëri ka mundësi me ndërtu koncepte caktuara. Qka besimi, qka është adurimi, qka është e mira, qka është e drejta, qka është e keqja, qka është liria, qka robnia, qka shumë koncepte. A i ke ndërtu këto koncepte dhe a i ke formësu në zemrën tonë përmes Surës Al-Ikhlas apo dikush tjetër ti ka formu konceptet, apo? Prandaj do të pas kujdes të ndërvëzën. Se termi për shembull liri, shumë përdoret apo sot, jetën e përditshme. Por a është që e liria, që koncepti që përmendet, që e që duhet muslimani me përvecu dhe që ashtu të me thona, a që e? Për shembull të ndërvëzën, nga kuptimet e liris sot që folit është, edhe liria e mëkatimit. I liri e Allah. Të pijet alkohol, raki, pe borë kësh po të nëllë. Apo, për shambull, zdo u martu, dhe me pas, kështut, po këpëtën, ban, i lirje, që kjo lirje? A që kjo lirje, gjeresht, a që kjo lirje? Jo, kjo është rëbni. Me që rëbni, që Allah e ka kërku, për rëbni e epshet. Paramendoni, ka arë puna të na me u diskutu qështja, se ma dhja dhe me u favorizu, se ma mirë është mësë më martu. Enderuara, apo? Jeto e lirë. Jeto si zogu me kratë. Mësu fut në kafazën e jetës bashkërtore. Mësu barab i nështrumë. Mund të përzgjedhësh partnerin ku dush dhe sa dush. Ti ndërash me qefin tënë si teshtet e tua që ndërën. Qështë e jote është, apo? Jeto e lirë. A që ke liri? A që ke liri? E po, lem i rritë dhe në mjërët është konceptu kërë ti ka ndëreqë. A ti ka një Sura Al-Ikhlas, kuptimin e liris, kush ta ka ndërtu? Sura Al-Ikhlas, apo dikush tjetër? Kush po ti qiris kuptimet, kush? Kush po ti ndërtan konceptet, kush? Dhe i fatkeqësisht dëgjon nga njëra dhe nga vllazët musliman, apo se martesa i bëhet gogol, ose çka do kohë për koncepteve caktuara me kon i lirë. Dikush edhe menon që shumë i kenep autoritet Kur'anit njëtën tonë, sa që e ka kufizu lirin tonë.
Ka do që shtë minun, a besoni? Që shtë ka do thonë. Shumë. Da nuk gudzojnë me thonë Kurani, se Kurani është kogja tensionin altë, ama suneti pa valla. Shumë. Suneti, hadithi, pejgamberit, shumë i keni dhonë rëndësi. Kurani po ama hadithi. Kush po të mësat që shtë valla? Cilat surje të i lezuti? Surja Al-Ikhlas nuk po thot që shtë. Surja Nasr nuk po thot që shtë. Surja Fatiha s'po thot që shtë. Aja po thot me ju përull pejgamberit në mësime që ka me ju nështru. Nuk po me ju rebelu. Kush po të mësan që shtë? A në shkemë në citë dhe me kuptu. Kush po të mësan, Allah? Kush e mësu sëtë? Dhe gjitha konceptet e ndërtuara dhe formuluara gabimisht duhet me i rënu me Surë Al-Ikhlas. Që është funksionimi i dur i imanit? Imani funksionon kur rënon koncepte dhe ndërton koncepte. Surë Al-Ikhlas a ka ndërtu? Po, Allahu, El-Ahad, El-Samad ka ndërtu. Tash vjen rënon. Lem jelid, o lem julad. Rënon. Duhet me rënu diqka. Se ndërsta gjatë udhëtimit ke ndërtu gabimisht. Ke mësu dikun keq. Dikush të ka mësu keq. Duhet me i prezentu konceptet dhe kuptimet tona tek fjallë Allah Gjellera dhe me temu përmirësu dhe me temu me undrishua. Dhe gjithashtu të në vëzër, për fond mësë me zgjatë se kemi të kënu dhe kohën, se të kjo lemjeri do lemjurit ka shumë që ka me thonë, po në rast të të inshallah, me që nishtë për palën që beson që shtut, apo mi u kalzu që një besim që se kalën tes një surës e një khlas, që ka i bojt kërë është të në surën Bekara të besim, ose është të në surën e tjera. Të këtë të lemjeri do lemjullet. Sfid. Ne kemi shumë qartë, po një pjesë e madhe botës që beson në Trinitet, dhe me thonë, nuk e ka qartë. Nuk e din që ka i bjen. Të trijat janë një, ama këto trija s'ka lidhe me zveti. Tash, e se më reveshti, që i bjen nga harmonat. E të një vjen dikush edhe dëmë me në kalzu që feja që jena në të, së është feja duar. E qa du me marë në tash, në me nërru tash, në me kondryshën, qa du me bo? Wallahi të nërruzër ka ere, thush, a është e mundshme që ka pënime që ka pëshojnë. Do në feja komplet, ati që ka feja, është besim, regula, argumente, është adhorem, shumë e madha, pëtë. Do njës, krejt që të feje kanë këthy, në qka? Veç në flamur. Që të flamur e ki në qafë. Qaqë, ma shumë zdvyna. Flamurit të në rozë është më rëndësi, është identitet, është tregus, gjdo popë me të identifikohet. Edhe e ka pozitën e caktuar të gjdo kush, dhe kjo nuk kontestohet. Nuk është situata e flamurit e na dhe situatë tilë që duhet më që me shkel, larga saj, pëse me bu këtë punë atë? Mirë po, nuk është e flamuri kejtë shkolla, se para ashtu, pëse me qëtë mitë shkollë? Ja, që më ka e flamur në qafë, edhe që, a qështu? A që ka që? Krejtë feja, na du të më këthy të të parë tonë, kush që kënë ata? Ata që e ka mojë që të flamur. Kam full shqip, edhe na shqip po flasim, na gjuhën se këna në ru. A që është absurde, a që është banale, a që është, vallaj edhe e gërditshme, sa që kërë të thush, pa qa po fletë për këtë punë në burë s'ja vlenë, mirë po veç sa për me shpërfaq bukurin që kemi për që ata veç, me të ashtu ty kënarin, me të ashtu ty bindjen, për që të punë. Për ndryshe, fejt diskutojnë me zvete në nivel të argumenteve, jo në nivel të përkacis komptare, apo, jo në nivel të gjuhës që flasin, po të argumenteve. E na themi, lemjeri do lemjullet, që kjo zotë jonë, nuk lind, as nuk han, as nuk pin, as nuk lot, as nuk e merë gjumë. Që kjo është zotë jonë, për ta zotë, dhe përmbylla me, o lemje kun lehu kufuven ehad, nuk është i ngjashëm me te, as kush, e as i barabart me te, as kush, kufu, as kush nuk është, as i barabart, as i ngjashëm. Me Allahun te barekotala, për mbyllë e surës Al-Ikhlas. Lemjerit vë lemjullet, ka rënu konceptet e gabume. O lem jekun lehu kufuvenat,
ka ndërtu konceptet e duhura. Qështu nuk ka Zoti, e qështu e Zoti. Që kaq. Andaj të dhe vëllezër, veç përmbyllë më bëni Allah. Allah është vëllë për sabrën. Për shembull, nëse themi se Zoti flan, Zoti lodhët, Zoti i lindën, apo, e qysh nuk duhet me konë Zoti për me konë Zot më mas i saj? Apo qysh nuk duhet me konë më? Qka duhet mas me konë Zoti që me konë Zot? Mas i qëtu i kama të të qka? Sjetë më kurgjë? Në pse i themi Allah, pse nuk ka linë, nuk ka, kena një vargë mohimesh, apo që e pastrojmë Allah për tyne, se së mund me konë Zot e që është qëtë. Ama ti, nëse ja ke pëhu prejardjen, ja ke pëhu fillimin, ja ke pëhu lodhjen, ja ke pëhu nevojen, ja ke pëhu gabimin, ja ke pëhu. Mirë, qka jetë tjetër me pastru Zotin? Që kjo është pohimi jëtë, ti me qëta e panë Zotin, e me qka e me hanë, Allah? Qka mohim? Qka prek mohimi? Nëse që kjo pohimi? A për kuptani? Një njëri të me livdu. Apo? Edhe i thush, ti shumë ki potencial me kuni qmendën. Edhe shumë je i keq, edhe shumë po harran, në kuptim negativ, edhe shpesh e pëthem premtimin, edhe jetu rajt, amone besoj që ti e njëri mirë. Që shepojmë se pune? Dikur që shtu me tonë. A thush, Zoti të rujt, të lëmjon që të kam. A thush? Për jo, Allah, qëfar kuptimi ka me thonë, je buri mirë, mas një vargë sharje është që ti ka bojë. Qëfar kuptimi ka pëta? S'ka kuptim, Allah, s'ka kuptim. Andaj pohimi ka kuptim mas mohimit, kur mohan ato që ka nuk i përket, pas taj pregadit. Do me thonë, pregadit fushën për pohim dhe lavdim. Andaj na, Allahu xhallahu ala, ja mohojmë padrejtësinë, ja mohojmë gabimin, ja mohojmë këtë, dhe ja pohojmë këtë. Qështu ka kuptim Zoti. Nëse ja pohon Allahut keq ka krijesa, çka jetë Allahut, apo çaj me kon Zoti, e mos me kon krijesa, çka jetë? S'jet më kurrë. Prandaj na themi ulam yakun lahu kufuwan ahad. Nuk është i ngjashëm me ta askush. S'ka se Allahu xhallahu është ndryshe në çdo aspekt. Prandaj në përmbyllet e sosë Ikhlas në vëllazër, nëse Allah është ndryshe, nëse Zoti është ndryshe, dallon për tjerë në kuptim pozitiv, bën edhe ndryshe. E atë bën ndryshe për tjerëve. Sinqeriteti yt, aktiviteti yt, produktiviteti yt, angazhimi yt, lidhja me vetë, dashnia me vetë, le të jetë ndryshe për këtij tjerëve, për shkak se Zotin e kena ndryshe, fenë e kena ndryshe, pejgamberin e kena ndryshe. Qaj ndryshimi Allahut për krijesave, le të përfaqet në jetën tonë, që edhe na timi ndryshe në sjelljen tonë, në adhurimin tonë, në durimin tonë, në këtë çka është e jona, timi ndryshe, për shkak se Zotin e ki ndryshe. Për çet punë. Çka është sura Al-Ikhlas me çeto detaj që përmend pse padyshim një e treta e Kuranit mbetet sfiduese gjithmonë çka me marrë, çka me lënë, po shpresoj që kemi arritur me i përmbledh zonë kuptime të rëndësishme. Allah na përmirësoj zemrën e jetën me surën Al-Ikhlas dhe me Kur'anin përgjithësi, e Allah na mundsoj që dashnia për këtë sure dhe kuptimi për këtë sure të jenë sebab për udhëzim dunja e shpëtim në ahiret. Allahu shpëlbef me kaq për do fund. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathira.